Shikues të nderuar, përshëndetje, mirëserdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Tema sonde quhet opsionet e së nesërmës. Do të flasim, kuptohet literalisht për atë që na pret nesër në kuptimin e seancës që është paralajmëruar për ora 10 dhe ku një pjesë e opozitës së akuzëshëm dhe qartë ka paralajmëruar vazhdim të tentimeve të bllokimit të seancës me metoda të njëjta që ka përdorur deri më tani. Dhe një pjesë e opozitës ka kohë që paralajmëron se do të tërhiqet nga përdorimi më temi këtyre metodave. Këtu e kemi parasysh kryesisht gazin Locielc dhe të nesërmës në kuptimin figurativ në atë që nëse seanca nesërme në fakt do të paraqet një pikë kthese në taktikën politike dhe në të bërit politik, qoftë nga opozita, qoftë nga pozita pas parasysh le themi efikasitetin e përdorimit të gazit Locielc dhe metodave të blokadës deri më tani dhe atë që mund të rezultojë këtu e tutje. Mysafiri imi në këtë emision është Nezhmedin Spahiu, përshëndetje, mirë se erdhë. Mirë se vgjeta. Në të djatën time janë dy prej të përhershmeve, Halil Matoshi dhe Ton Selmani, përshëndetje edhe për ju, mirë se erdhë. Përshëndetje. Në kuadër të historisë hyrë se thash një pjesë e opozitës ka paralajmëruar vazhdim të metodave të njëjta, ideja është që këtë e ka bërë vetvendosja. Do të shohim materialin gjithësisht storin nga preskonferenca e tyre për t'ju kthyer më pas qëndrimit të vetvendosjes dhe asaj që mund të ndodhë nesër e tutje. Opozita dhe nesër do të vazhdoj me avazin e vjetër për të penguar seancat e kuvendit. Madje në partinë më të madhe opozitare vetvendosje, këmbgulin se arsyeja për të protestuar nesër brenda kuvendit është edhe më e madhe. Po, ne jemi të vendosur përderisa asgjë nuk ka ndryshuar në situatën politike dhe në mënyrën se si institucionet e Kosovës po funksionojnë, që të vazhdojmë në kundërshtimin e fortë, siç kemi bërë deri më tani, ndaj këtyre marrëveshjeve dhe ndaj kësaj qeverie. Jemi të përballur me një qeveri antikushtetuese, nuk guxojmë të harrojmë këtë fakt. Pra asgjë esencialisht nuk ka ndryshuar, bile zhvillimet e ditëve të fundit kanë treguar që arsyet për të protestuar brenda institucioneve janë edhe më të mëdha se sa deri më tani. Opozita nuk po përqahet dhe do t'jetë unike në kauzën e saj kundër qeverisë. Vuri në Paqaushi, kur u pyet se pse nuk po mbështesin idenë e liderit të AK-s Ramush Haradinaj që deputetët opozitar të abraktisin kuvendin. As pak nuk e shohim si të tillë. Opozita do të jetë nesër në parlament dhe siç thash kundërshtimi do të jetë po aq i vendosur siç ka qenë deri më tani. Nuk ka asnjë arsye që metodat tona dhe vendosmëria e jon si opozitë e bashkuar për të kundërshtuar marrëveshjet dhe qeverinë të ndryshojnë. Vetvendosja nuk e pranon as idenë ambasadorës së Gjermanisë në Kosovë për formimin e një komisioni ndërmjetësues për tejkalim të krizës politike, duke thënë se zgjidhja vetme është dorëheqja e qeverisë dhe asnjë formë tjetër. Dorëheqja e qeverisë dhe asnjë formë tjetër, ky është qëndrimi i vetvendosjes. A sheh tendenca për zbutje nga ky qëndrim nga pjesa tjetër e opozitës Nezhë dhe a është sipas teje barrikadimi qëndrimi duhur tani pikërisht? Unë e shoh një përçarje të simuluar, do të thosha, të opozitës, ku opozita don të krijojë një përshtypje më plurale, domethënë se ka diversitet brenda saj, edhe që don domethënë ta sofistikojë dhe të shtojë metodat e kundërshtimit. Fakti që Aleanca e Nisma domethënë janë deklaruar për me dalë tërësisht nga parlamenti, vetvendosja me vazhdu më të vjetërën, e kuptoj vetëm si një lojë të tyre, domethënë tani më veç gjatë këtij opozitarizmi të drejtanishëm, ata veç janë ingranuar dhe kanë krijuar një besim reciprok. Natyrisht edhe interesi i tyre do që të jenë unik dhe tani kanë komoditetin edhe të luajnë me diversitet brenda vetit. Të paktën kështu e shoh faktin që vetvendosja do të vazhdojë me të vjetën ndërsa këta të tjerë. Qëllimi, ku është do të thoshë qëllimi gjithë kësaj? Qëllimi gjithë kësaj është se është e qartë tani se në zgjedhjet e ardhshme, kur do që të jenë ato,
fiton ai që e bën për veti pjesën shoqërinë civile, pjesën që është më e papërcaktuar, dhe natyrisht kjo pjesë që është më papërcaktuar nuk është që të shkojmë me një opcion politik I cili është rigjid, sepse ai po donte të futet në atë program politik, ai veç do të ishte antar ose simpatizant I tij, por meqense ai nuk e gjen veten askund, nuk del me votu ose është I papërcaktuar ose del herë voton për njërin parti herë tjetrën. Dhe pikërisht kjo masë e votuesve përbën një masën kritike që përcakton edhe fituesin e zgjedhjeve. Dhe duke luajtur një lojë plurale mes veti, opozita duke thënë që ne jemi për këtë, ata për këtë, në një mënyrë tentojnë që kjo pjesë të radhitet diku në mes dhe ta krijojnë një front I cili në zgjedhjet e ardhshme do ta mund pushtetin aktual. Dy gjëra. E para, pritës vërtetës kjo është këndvështrim I ri. Nuk e kam dëgju më herët spaku përçarje simuluar si term, nuk e kam dëgju. E dytë, e qartë. Për publikun, se sigurisht që për neve këto është e qartë që është e simuluar. E simuluar, domethënë kur shtihesh sikur ke përçarje. Po, sikur ke përçarjen, në fakt nuk s'ke. Me ushtihov. Këtu jemi dakord. E dyta, për të qenë skaqëmërisht korrekt edhe ndaj shikuesve, 2 ditë e fundit jam në kontakt intenziv me njerëzit e opozitës sot, posaçërisht me të trija subjektet politike opozitare, edhe një 2-3 orë para emisionit në mënyrë simultane kanë refuzuar të vinë në emision, madje duke thënë se përçarje nuk ka, edhe mund të jetë pikërisht kliku emision I cili I shpërfaq ose thjesht e le përshtypjen që ka përçarje kur në fakt nesër do të reagojnë si unik. Këtë punë nuk e di, po e shoh që nuk po pajtohesh që është e simuluar këtë kjo. Në fakt duke njoft mentalitetin si bëhet politika në Kosovë, unë nuk besoj që ka kreativitet në këtë skenë tonë politike për ditë me simulu. Nuk I besoj, aq letë lexohen veprimet e tyne, themose lojrat e tyne që zotës pa po I thot, unë absolutisht nuk I besoj që është kjo një loje simulume, përkundrazi, unë që nga fillimi, I kam pa partitë politike cilat e përbëjnë blokën opozitar me divergjensat mëdha edhe ideologjish, edhe kalumës tyne historike në politik, më pas edhe divergjenca në protagonizëm, se si ata përfaqësojnë vlerat e tyne, dhe unë asnjëherë s'kam mujt me I pa, edhe kam pas dilemat mia dhe vazhdoj të kem, që edhe nëse shkojmë nesër në zgjedhje, unë dyshoj që bloku opozitar mund të shkojmë me një listë përbashkët. Sepse them ka divergjenca të mëdha aty, është kjo evidente. Dhe tash mos prezenca e tyre këtu ndoshta veç ka konfirmon atë që ata janë në një situatë goxha delikate të veprimit tyre politik, sepse duhet thënë këtë beteja e fundit them për zotin Thaçi kur ishte koha gjatë kohës sa zgjidhej president, domethënë mund të konsiderohet një betejë e humbur politike, sepse neve na thanë që do të provojnë të bëjnë gjithçka që ai të ndalet, të mos zgjidhet, dhe dyta që të mos hiqen nga sheshi me protestat e tyre derisa të rrezohet qeveria. Të dyja këto nuk ndodhen. Domethënë zoti Thaçi u zgjedh president dhe më pas shatorra ato heqën me natës dhe mos po përmend kush ato shatorra. Them që duhet një ripozicionim I ri I subjekteve politike opozitare, sepse ajo që kanë bërë deri sot ka treguar që nuk është një potencë e madhe për të rrezikuar këtë qeveri dhe këtë koalicion qeverisës në Kosovë. A mund të jetë kjo një formë e re e cila mund të ofrohet? Para se ta dëgjoj Halilin, ripozicionim çfarë sipas teje? Unë mendoj që nështë është koha që ata të menojnë që pse jo të krijojnë një qeverinë hije nështë. Për të ofruar alternativa zgjidhjeve të problemeve të çfarë do të qofsh me ato, të paraqiten alternativat konkrete. Dhe jo për të thonë me kërkesa maksimale kjo s'bën, dhe pa na treguar se si bën ndryshe. Dhe pa na treguar se çfarë kishin bërë ata sikur do të ishin pjesë e asaj. Dhe them tash është koha kur ata sepse duhet thënë edhe këtë me ose pa dëshirë, me ose pa qëllim, sikur u kriju edhe një konfrontim edhe me zyra diplomatike që janë në Kosovë. Dhe kjo nuk e shkon për shtatje asnjë opoziti kërkon botë nëse ti prish punë me
pushtetin gjithsesi, sepse të ke fund është garë politike, por nëse i prish punët edhe me ata për të cilët mendohet se kanë ndikim të madh në politikën tonë dhe në shtetërtimin tonë, atëherë është paksa shumë them pa logjikshme për ta kuptuar që ti mund të ecësh tutje sigurt. As më shumë duke i ditë që ti i ki prejk dy tema ku thash edhe mbrëm që kanë një mbështetje të madhe ndërkombëtare. Them duhet një ripozicionim, ndoshta edhe përpos që thash ato që mund të jetë ndoshta një qeveri në hije, duhet mendu edhe për forma tjera të mobilizimit njerëzve në Kosovë, organizimin e protestave demokratike, pse jo? Rritën ato, të shpeshtohen ato, nuk do me thonë që duhet ndalen, absolutisht jo, ndoshta edhe veprimi për të sabotu, bojkotu mbledhjet e parlamentit të Kosovës, për të provu me vështirësu sa ma shumë qeverisjen, me e ba, në kontekstin e përgjithshëm më kriju përshtypja sikur kjo qeveri është antidemokratike dhe kjo qeveri nuk punon në interesat e njerëzve në Kosovë, nuk ka vizion qartë, nuk ka program qartë, nuk ka alternativa konkrete, dhe kush janë? Janë opozita, ajo e cila mund nesër të vi me oferta konkrete. Krejt kjo deri më tani ka mungu Kosovës, këtë që ne kemi pa protestat të dhunshme, sulme ndaj institucioneve publike, madje edhe me zjarrvënie të makinave të shtetit, policëve, gazi lotësielës, një klishe demode tani më, dhe këto sikur e para kanë zbe për krajin e popullit, e dyta kanë zbe për krajin e ndërkombëtarëve dhe i kanë nxjerrë sikur diçka s'ka funksionuar në hallkat e tyre të veprimit politik. Dhe unë e shoh tash divergjenca jashtëzakonisht të mëdha mes AK-s dhe nismës një anë dhe lëvizjes vetëvendosur në anën tjetër. Nuk më duken simulume, përkundër, unë mendoj që ditët në vijim sikur do ta qartësojnë këtë, sepse diçka kanë gabuar, në proces kanë gabuar dhe kjo për fatin e keq, po e them, i shkon shumë për shtati pushtetit. Diçka do duhet të ishte kjo situatë. Do duhet ta kishim një opozitë më të konsolidume që më pas të ishte rrezik potencial për qeverisjen në çdo moment. A mund të marrim nesër përgjigjen në dilemat le të themi që i shtruan në ne që të drejtonin fillim? Po, besoj që nesër do të shihet nëse realisht opozita nuk është më e bashkuar siç ka pretenduar, tha zotni Selmanaj se kjo është vërejt qysh prej fillimit, se kjo është një lidhje pejzore, sepse ka qenë një opozit shumë e bresht, e pafuqishme, me pak numra, dhe u dorë që me bon bashkë, me bon këgjo zhuëm, ma dje dhe me mjete jo demokratike për mu bon lajmë. Për ndryshe, do më hanë, kur s'kish me morë vesh që diçka në kuvend në Kosovës, ose në raportin pushtet opozit nuk po ecë. Unë kom mendu, vazhdimisht, edhe kom shprej edhe publikisht, kom shprej edhe me shkrim të auditorë edhe në këtë studio këtu në televizionin 21, se Kosovës si duhet një opozit e fuqishme. Sepse vendi pa opozit demokratike është i pajetushëm, madje bëhet i friksus për jetën e qytetarëve dhe për zhvillime tjera, thjesht për me najt bashkë në shtet një shoqni, do të thotë duhet me funksionu demokracia në raportet pushtet opozit. Për ndryshe, në më honë, vjen dhe të përplasja. Dhe në këtë situatë, opozita deri dje, deri sot në vërtet e bashkume, sepse sot ju e pot kë zoti drejton Qaushi, doli krejtësisht i vetmu në konferencë shtypi. Gjatë dite sot kanë qarkullu në për mediat e Prishtinës lajme se madje Jakub Krasniqi deklaroi se ka ardhur koha me ndru praktikisht strategjinë e veprimit, sepse Gazimon nuk është mjet i duhun, si pas i gjithë një, dhe duke se edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka të njëjtin qëndrim. Ne kemi pas këtu rast me diskutu edhe me zotin Haradina dhe me zotin Limaj, që të dy kanë shprehë një mënyrë mos pajtim me mjetet e dhunës. Para, në këtë studio, që të dy kanë qenë që randi simbolik i shtetit të respektohet. Do thotë mirë, po, në protestën e modhe, ko gjë masive të 17 shkuatit, kujdestarët e lëvizjes vetëvendosje ju a kanë kushtimisht me thonë konfisku flamurit kosovarë, turmave të protestuesve. Dhe në këtë situatë ajo është çaja e parë. Mirë po ato, ajo çaje nuk ka qenë dominante, sepse interesi për bashkë ka qenë ai që i ka mujt bashkë deri sot. Mirë po, duke se vetëvendosja ka serish, ka morë vendim që t'i rikthehet akteve të dhunës, dhe kjo e bon ato gjithë një matë vetmume dhe matë izolume. Do më thonë, e tha drejtoni, nuk mund t'jesht të synosh
të fuqizohesh si opozitë dhe ta fuqizosh një lëvizje, një rezistencë civile nëse ti nuk ke mbështetje nga perëndimorët, nga ambasadorët, nga ambasadat dhe nga shtetet aleate që ju themi në atë Kosovës. Nuk mundesh domethënë me i jush, edhe jo veç me jush, por edhe me i bind, me të besu qytetari i Kosovës nëse ti bën veprime që unë po mendoj se kanë nisë mu bon bajat. Madje edhe vezë kanë nisë mu prish, kanë nisë mu ardhera, janë bajate tashmë. Ajo problem shëndetësor. Po shkaktojnë neverit e publiku kosovar, por shkak se shkojnë, për shembull, dhe përdorin gjuhën me vezë njerëzit mas civil në establishment, edhe në PDK dhe në LDK. Kurse komandantat ato këta të fuqishmi që madje përmenden edhe në për këto listat e zeza, përmenden edhe në për këto raportet ndërkombëtare, edhe madje edhe për gjykatën speciale, ata që kanë hongër halo asnjë vetëvendosjes, domethënë. Po e hon Memli Krasniqi, Petri Selimi, Hajdin Kuqi ose Albin Abroshi i LDK-s që janë që të gjithë, domethënë, janë ndër njerëzit në zyrtarët e qeverisë Kosovës që jo vetëm në drog, por edhe në sjellje, edhe në veprime janë mas civil, edhe mas të edukuar, kisha më thonë, në kuptimin qytetarit fjalës po flas. Qartë. Po flasim për njëjtat metoda edhe faktin që ka pas lider të opozitës të cilët kanë thënë që nuk janë shumë krenar për përdorimin e tyre, ose janë edhe krejt dakord në mënyrën si është përdorë. Edhe nëse do të përdorë nesër, nuk është e sigurt, po ajo që du sonë të diskutoj është efekti i gazit lotësjellës. A pajtosh ose a je i mendimit të njëjtë me opozitën që deri në këtë stad, ose s'paku deri në 10 orë, deri në vendim të gjykatës kushtetuese, gazi lotësjellës ka qenë i domosdoshëm si mjet, në mënyrë që çështja të ngritet në nivel që presidenti ata adresojnë në gjykatë kushtetuese, apo ka mundur që kjo të shpëtohet, kushtimisht thënë shpëtohet, në thojza edhe me mjet e tjera. Edhe këtu e tutje arsyetohet si mjet deri më tani, në kuptimin makiavellian. Mendoj që ka natyrisht divergjenca dhe ka dallime shumë të mëdha në mes të vetëvendosjes, aleancës edhe nismës. Ajo që i bën bashkë është pushteti, ose lufta kundër pushtetit. Edhe këto divergjenca, këto mund të vinë në shprehje teknike se bloku opozitari fiton zgjedhjet. Atëherë kur do të më nda tortën e pushtetit, tek atëherë vinë në shprehje domethënë to, dhe unë mendoj që Hashim Thaçi si president do ta shfrytëzojë këtë maksimalisht, sepse ai është mjeshtri i këtyre gjonave. Domethënë është lojtari më i fortë në këtë drejtim për të shfrytëzuar dallimet mes kundërshtarëve dhe për t'i kapitalizuar ato për vete. Por se përket kësaj se a ka qenë gazi lotësjellës domethënë dobiprurës, në kuptimin që për të arritur një agjendë të caktuar, mendoj se ka qenë për shkakun se edhe pse nuk është një mjet demokratik, domethënë, por me mjetet demokratike një opozitë që është më pak se një treta nuk ka mundur që të arrijë qëllimin e vet demokratik. Domethënë ka qenë plotësisht e injoruar, sikur mos kishte përdorur dhunën, sigurisht që nuk do të kishte rënë në sy dhe sigurisht që nuk do të ishin vënë në pa gjithë këto tani gjëra me të cilat pushteti ka dështuar, edhe me demarkacionin, edhe me asociacionin, ndoshta edhe me liberalizimin e vizave, domethënë çështje këto kruciale për shoqërinë kosovare. Kështu që unë mendoj që tani kjo është e zahuruar, sepse edhe publiku është lodhur me këto dhe sigurisht që nevojitet më tepër kreativitet dhe unë domethënë të pjesën që një pjesë do të alçojë parlamentin, një pjesë do tjetë, por do të lashën parlament, e shoh si një shprehje të këtij kreativiteti opozicionar, domethënë, dhe të shohim se çfarë ka pjellur në mendjen e tyre për ta quar lojën më tutje. Nuk kam ndonjë ide se çfarë mund të bëjnë ata, por gjithsesi mendoj që ata kanë motiv të mjaftueshëm për ta quar lojën deri në fund, sepse edhe një 12 orë derisa të nisë seanca dhe të shohim se por nuk kanë tjetër zgjidhje. Domethënë nuk ka në një
domethënë pushteti i cili është dabluar për herën e tretë, për mandatin e tretë, sigurisht që ai është stabilizuar edhe është shumë më vështirë të hiqet, të tërzohet. Kjo është shumë e qartë. Është çështje teorike, po s'besoj që ka kohë më të mirë se sonte për ta diskutuar. A ka qenë efektiv ose nëse kërkohet bëhet bilans i përdorimit krejt të në mjetëve jo demokratike, cili do t'ishte ai? Lartën që nga fillimi dhe vazhdoj të them edhe sot kur në asnjë variantë nuk përkraj asnjë mjet dhunës për realizimin e qëllimeve politike. Tham që dhunës do të ketë vend politik. Nëse mbytet kreativiteti, atraktiviteti politik dhe ta shkalojmë në mjetet dhunës, aty mos ka politik. Ata njerëz më mirë mos më marrë me politikë më në momentin kur nuk ka mjete politike për me adresu një problem. Dhe unë nuk e besoj që Gazi Locielës ka qenë ai i cili ka punë situatën për me u dërgu çështjen gjykatë kushtetuese, sepse Gazi Locielës po përdoret akoma. Ajo çështje u kry, gjykata kushtetuese ka dhënë mendim, është propozuar një komision ndërkombëtar për ato dhe Gazi Locielës po vazhdon. Edhe në ditën kur pat me u zgjedh dhe presidenti i Kosovës Gazi Locielës, madje shumë e shumë, kështu që këta kanë filluar me e zëvendësu instrumentin e Gazit Locielës si instrument veprimit politik për me nal gjithçka që ka të bëjë me qeverisjen vet. Dhe kjo për mua është absolutisht e papranueshme. Kushdo që nesër ka me provu, jo me Gazit Locielës, po me çfarëdo mjeti i cili është në kundërshtim me standardet minimale të demokracive perëndimore se si bëhet politika, ata nuk duhet të kenë vend politik. U detyruan tash shifni 300.000 euro Kuvendit i Kosovës bashkë me qeverinë e Kosovës kanë me ble një mjet për me i detektu ka po hin Gazi Locielës. 300.000 euro me i pas dediku për familjet e skamnorëve, me ndërtu shtëpia e me ofru asistencë sociale, kish me adi dikush ble për njerë. Do se për hitë vërtetës askush nuk i kanë ndalu që me i dediku ma herët. Po s'kanë mujtë, sepse shumicë në qëfar kontrola ka pas aty dhe Gazi Locielës futej, ka qenë për me me fasu, sepse unë kam qenë disa herë aty. Kemi pas kontrola të bezdishme madje me orë të tëra të priti për me hynë Kuvend Kosovës. Dhe shifeti, aeroporti Prishtinës nuk i ka ato as i detektorin e qërë. Njerëz përfaqësues të popullit, të cilët do duhej të ishin elita e kësaj shoqënie, e cila tregon mënyrën e të sjelljenit, mënyra e mirë e jetesës dhe mënyra se si ne kemi me u zhvillu, çfarë detyrohemi na detektor i cili ka me i detektu pothuajse lakurit ata. Çfarë shoqënie po ndërtojmë? A kjo është forma se si na menojmë me realizu një qëllim politik? Kjo është e pa kuptim, sado që dikush kish me më thonë mu që temat të cilat janë shumë të rana dhe si tilla, këtu s'duhet me u marrë me Gazin Locielës. Mare, kur gjos më duket tema mu, kur përqo me kësi veprimi, nuk nalën këto tema kështu. Unë menoj që ka mungu kreativiteti që nga fillimi dhe unë nuk besoj asnjë variant që dhuna cila është shkaktuar në Kuvend ka ardhur si rezultat më pas edhe gjykimit gjykatës kushtetuese ose është referuar në gjykatë kushtetuese. Sepse opozita me veprimet e tilla arrinte që të bënte një show të keq publik. Ata i realizonin qëllimet, shkonin në salla alternative, kalën borde, ligje, e kështu me radhë, madje s'fundmi tash i përjashtonin deputet njerë 5, 6, derisa erdhën edhe me zgjedh presidentin pas një problem. Dhe mjetet e tilla zakonisht shfrytëzohen për simbolik, jo për mjet të pengimit serioz fizik për të realizuar punën dikush. Unë kam thonë disa herë, kësi raste janë përdorur një herë në Ukrainë dhe në Korenë e Jugut. Po vetëm ka një herë ka ndodhja, jo për 5 muaj, jo për 6 muaj, të bëhet instrumenti veprimit, si që është në mëngjes, kime ditë që në Kuvend Kosovës, kime pa Gazin Locielës, kjo më pas tem, më dëshmon si kur kreativiteti e atyre njerëzve që mirën me politikë ka ra për tokë edhe si tillë si dunas politikës. Po vazhdoj të insistoj në këtë çështje të marrë mendimet e të gjithëve. A ka qenë mjeti domosdoshëm e para, a ka qenë efektiv në kuptimin e prodhimit të efektit politik Gazi Locielës dhe mënyra e veprimit? Po nëse kthehemi pak mbrapa edhe shohim çu kanë shku sanet, del se opozita që e thash më herët, një opozitë shumë e dopt, ka shi numrave të fuqishëm, 39 numra sa i ka, domethënë koalicioni qeveris midis dy partive më të mëdha në vend me së bashku me listën serbe.
Nëse kemi parasysh që gjykata kushtetuese praktikisht i vunin dyshim disa nga parimet, nga pikat e parimeve të përgjithshme për Bashkinë e Komunave Serbe, doli se opozita kishte të drejtë në përdorimin e këtyne mjeteve jo demokratike dhe jo popullore deri në një shkollë. Por kjo do më thonë, po thuj se opozita edhe mbeti peng i të njëjtës metodë në kontinuitet, pa dhonë kur farë alternative tjetër. Pa praktikisht edhe pasi që dy kauza tashmot famshme ranë në një mënyrë ose në një tjetër nga strategjia, do të duhet binin s'poku dhe të ndërtoheshin kauza të reja që janë të vjetra praktikisht, që mbi gjitha është keqeverisja, është krimi organizum, korupcioni, janë papunësia, janë një probleme të mëdha që e vërtet e godosin, e afektojnë shoqërinë kosovare dhe në këtë pikë do të duhet të lunë edhe opozita që ta masovizonte protesten ose rezistencën civile, sepse pa 100 ose 200.000 njerëz është pothuajse iluzore të mendohet që bjen një qeveri pas 100.000 akusuar njerëz në shesh që një farë mënyrë ta pamundsojnë marrjen e vendimeve, sepse kjo qeveri, kemi thonë këtu, kemi debatuar mjaft gjatë që ka një krizë legitimiteti dhe këto qeveria e Kosovës e din, besoj, dhe duhet ta pranojë madje edhe publikisht dhe thjesht do duaj që vetë qeveria të jetë kreatore e idejeve të reja dhe të ftojë opozitën për marrëveshje për zgjedhjet e parakohshme, por ndryshe, nëse si vjet për shembull nuk ndodh spoku liberalizimi i vizave që është premtuar dhe që njerëzit janë tu e prit me hasret, që thuhet, praktikisht kjo qeveri ka të vështirë, shumë të vështirë madje që të mbjetojë dimrin e si vjet shumë. Prandaj po du me thonë që opozita objektivisht e pata thonë edhe mbram që u dosh me rimendu tash hopa tje, me rimendu vetveten dhe ja që duket se tu e rimendu vetveten o kurthu edhe ka edhe përqamje konceptuale mbrana saj, për arsye se nuk po mbrin me na bind neve qytetarëve, edhe pse e thash edhe në fillim të këtij debati, ne si qytetarë, po edhe si gazetarë, opinionista, jemi të interesuar me fuqizu, me ndihmu opozitës, po që thojnë nuk po hon laf. Tash, kjo është ideja, edhe një prej temave që duhet diskutohet, a jemi, edhe këto me qëllim po e thonë veta e parë shumës, të gjithë jo fair edhe të pa drejt ndaj opozitës, për shkak se shumë a shumë e kemi në fokus opozitër dhe mënyrën e saj të të vepruarit, se sa qeverin në kohën kur do duhet merreshim me qeverin, premtimet e saj, mënyrën se si vepron edhe krejt raportet që shfaqin punën ose mos punën e qeverisë. Ai duke u fokusuar në opozitën, sikur e lëm qeverin anash, që në esencë është qasje mbase jo fair, apo pajtohesh me këtë konstatim? Po, është qasje fair, por është e kuptueshme, sepse njeriu kritikon ato që ka më për zemër. Aha. Shikoni për shembull, shikoni pse kritikat për shembull ndaj LDK-s u fokusuan te Uta Rugova, te Dorontina Maloku, te ky Zema, fokusuan te Ismet Beqirit ato. Sepse ata votues të flak të LDK-s, domethënë janë koncentruar, kanë pas shpresat të këta njerëz që nuk do ta votojnë Hashim Thashin president. Nuk kanë pas shpresë të Ismet Beqiri. Tek e fundit, sepse këta në fakt këta njerëz kanë shkuar domethënë për shkak të familjarëve të tyre në parlament. Nuk kanë shkuar për shkak të meritave të tyre. Ismet Beqiri ka shkuar me meritat e veta. Ja i ka vjedh votat, ja i ka marrë me merit, po ai me krah vet është fut në parlament. Te Uta Rugova nuk u fut me krah vet, u fut me emrin e babës vet. Dorontina Maloku nuk u fut me meritat vet. Prandaj edhe njerëzit i kanë pas ata votuesit ortodoks, votuesit e flak të LDK-s, këtu i kanë pas shpresat edhe prandaj edhe këtu i kanë vendosur kritikat. Nuk e kanë kritikuar Sabri Hamitin të zonë, a Ismet Beqirin, por shkruan e kanë kritikuar këta që janë domethënë shumë. Sipas teje njëti parim vlen edhe për opozitën.
nëse po vazhdojmë me këtë diskutim deri so të kthehemi. Vetëm se desha të përfundoj këto. Prandaj, në qoftë është në rregull teknikisht, në këtë drejtim, domethënë kjo tregon që njerëzit përgjithësi, masa njerëzve është kthyer ka opozita, jo ka pushteti. Edhe prandaj po fokusohet, po don ta përmirësoj opozitën në mënyrë që ajo të jetë domethënë zëdhënëse e interesave të tyre, sepse ka humbur shpresat që pushteti mund ta prezantoj atë. E dyta, pse ndeshëm ta diskutojmë këto, pse ka ardhur te kjo kriza politike? Pse s'ka qenë kjo krizë politike në mandatin e kaluar, kur raporti numerik në parlament mes pozitës dhe opozitës ka qenë gocësi i barabartë. Bilem ka pas raste kur pozita ka braktisë seancën. Po. Pse ka ndodhur kjo? Ka ndodhur kjo për shkakun që këtu është bën një falsitet, domethënë, dhe këtë falsitet e ka shkaktuar Isa Mustafa. Domethënë, duke bërë koalicionin me PDK, duke i gënjur elektoratin e vet, dhe këtë opozita e ka vrejt. E ka vrejt që, domethënë, tani po të bëhen zgjedhjet, ka përparësi, sepse gjatë mandatit kaluam. Pse do të insistonte ta zonë kur opozita me bë zgjedhjen, nëse pak a shumë do të reflektojë një rezultat në zgjedhje. Ajo veç kish me hub, nëse kish me thonë, nëse kish me kërku zgjedhje dhe kish me thonë Hashim Thaçi, hajde po, him zgjedhje dhe ish përsëritë njëjta situatë. Por tani opozita ka të qartë, domethënë që Isa Mustafa ka tratu elektoratin e vet, ajo është rizgjedhur përsëri në mënyrë jo demokratike në krye të partisë, e din që tash LDK nuk ka forcë me ndru liderin e saj për me, edhe do të paraqitet një situatë e re, e cila është më shpresdhonëse për opozitën, dhe ajo ka filluar me gjetë një nga një. Njëherë Jablanovićin, tani asociacionin, demarkacionin, domethënë arsyet sigurisht për ta mbajtur situatën. Për ta mbajtur situatën dhe për të imponuar zgjedhjen në të cilën ata do të përfitojnë më shumë se sa çfarë kanë aktualisht. A është fokusi i medias, opinionit publik, shoqënisë civile dhe agjentëve të tjerë publik drejton ndaj opozitës për shkak se e kanë më të afërt edhe më të dashur dhe më simpatike opozitën? Në fakt ato sa unë kam pa nga nështë nuk lidhet vetëm me mentalitetin e shoqënisë tonë, po sikur ne gjithmonë bëmi me atë që është më i dobët. Por në fakt këtu të ne tash ka ndodhur në rastin e fundit, ka ndodhur që ne shumicën e rasteve të mira më është e vërtetë që më shumë kemi kritikuar opozitën se pozitën. Po pse mendoj unë ka ardhur kjo? Sepse unë mendoj që shpresat kanë qenë shumë më të mëdha tek njerëzit të cilët nuk janë pjesë pushtetit, sepse PDK-n, sidomos PDK-n, ne për 2 mandate, për 7 vite kemi pasur në qeveri. Tash këtë bindja jonë për e përgjithshme ka qenë që në Kosovë ka qenë këtë qeverisja në mënyrën ma të keqe të mundshme. Do me thonë, kemi arrit, kam thënë disa herë, me orangu në vendet më të këqija në kontekstin e korrupsionit, krimit. Raporti progresit vitin e kaluar na tha që për gjitha elementet jemi në fazën e hershme. Dhe tash normalisht që ti, kur e shef që PDK-ja vazhdon me qenë pjesë e qeverisë dhe është bashkuar LDK-ja, normalisht shpresa për të bërë shumë gjëra të mira nuk janë. Dhe tash çfarë? Ke shpresë të opozita. Po çfarë ka ndodhur në Kosovë? Unë po du me thonë këtë, qytetarët e Republikës Kosovës kanë të lashe serioze me mirëqenjen e tyne. Kjo është problemi më i madh në Kosovë. Do me thonë, njerëz janë të interesuar qysh me përmirësu jetën e tyne dhe nesrit mëngjes me uqumës me pas të lashe, a kanë buk me hangër apo. A janë të gatshëm me dalë në protestë për atë punë? Kjo është temë tjetër. Po veç ta përfundoj me mendimin. Njerëzit në Kosovë nuk po njihen të dinitetshëm për të jetuar në këtë vend. Kanë filluar me ja marrë inati shtetit vet, vendit vet. Dhe çfarë? Mas 70 vite sot njerëz thuajse kur të flet për shtetin dhe për Republikën duket sikur ne kemi 100 vjet shtet dhe tash na ka dalë, them, qefi për shtetit. Ne kemi para 7 vite veç me e përmend dikon që do të krijojmë, do ta marrim shpejt shtetësinë, ka qenë honor e shumë gjenerata dhe çfarë ndodh? Njerëz kanë filluar me mërzit për kësaj pune. Dhe opozita çfarë ka bërë? Që nga dita e parë, Jablanoviçi, gjykata speciale, asociacioni, demarkacioni. Dhe më thonë ju mu cila për këtyne temave prek jetën dhe mirëqenien e njerëzve në Kosovë, cila për këtyne temave lufton krimin organizuar, korrupsionin, cila për këtyne temave përmirëson jetën, them në kontekstin e një arsimit cilësor, e një shëndetësie cilësore, një kulture të mirëfillt.
Asnjëna për këtyne. Unë nuk them që me këto tema s'duhet me marrë, absolutisht po. Edhe demarkacionin, të sqarojmë situatat, edhe asociacionin, të sqarojmë situatat. Nuk duhet jetë energjia maksimale këtë shkenës tonë politike në këto tema. Ne pas 15 viteve akoma problemi kemi të lashët që na importohen nga shtetet tjera. Serbia, në këtë rast demolizi që na ka dalë si problem. A unë menoj që në Kosovë nuk janë probleme themelore këto. Problema është këtë qeverisje në Kosovë. Njerëz të cilët nuk po kanë përgjegjësi, mos me abuzu me paron publike, por me shkatru dinitetin e kësaj shoqënie, atë dinitet që ne kemi pas. Dhe kur dolen 100.000 njerëz nga Kosova, skandal për shkak demarkacionit, dhe asociacionit. Po jo, ta themi, kjo është ose për Jablanovicin, ose për dikush që thot Tradhtini Isa Mustafas. Po jo, kjo është më tepër se diletantizëm veç me menu. Njerëz nuk po shohin shpresë për me jetu në këtë vend. Dhe këto nuk e ka bën një person. Ka është bërë një mentalitet se si është qeverisë ky vend. Dhe ti, opozita ku do duhej, unë për çudi po them, pas çdo krizë ose pas çdo sulmi që opozita ka bërë në Kosovë, po thuaj se që nga viti 2008. Hashim tha që dhe PDK veç ka ndalë më të forta për këtyre situatave. Dhe pse kjo opozitë, dhe pse këta njerëz zgjedhin anën më të fortë të këtij njeriu dhe kësaj partie për me sulmu. Nuk sulmohet ana e cila ai ka përkraje, edhe nga dikush tjetër, që për neve janë të fuqishëm. Ne duhet ta sulmojnë atë në pjesë më neuralgjike që i ka ai dhe çasti atij qeverise dhe që i dhamin realisht i populli. Njeriu në Kosovë don sot mirëqenie, nuk i intereson fort edhe një komunë ose dy komunë më tepër në Kosovë. Nuk është problem ajo punë, besojmë që nuk është problem. Problemi është si mos me abuzu me paranë publike dhe investimi me shku aty ku duhet, njëri nesër mund kur qohet me i pas 1 euro, 2 euro më tepër se sa sot. Por jo me humbë shpresa dhe çka me bombarduni për 6 muaj demarkacionin dhe asociacionin. Më herët ju kujtohet Jablanovicin dhe gjykatën speciale. Dhe për fatin e keq, Trepça që u arru atë që në fakt Trepça dhe merren me vetëm një element. Është nënshkru një kontratë ose para kontratë për ndërtimin e Kosovës të reja, apo si quaj. Kush e përmeni një ditë 2 u trajtuaja. Kush s'po mirët me te cilat janë elementet pozitive të atë investimi, sepse ne këtë potencialin tonë të resurseve tona ekonomike e kemi në dhej, qoftë me resurse minerale, qoftë me linit. Të dy potencialet ekonomike që ne kemi, ne s'jem ka i trajtojmë hiç. Ne jem ka mirëmi, Serbia i ka fajet, demarkacioni, asociacioni, gjykata speciale, jo tash ky komandant, jo ai komandant, Adem Jashari ka thonë jo ta iki Gabzhirrin, jo, po merrem me mend çfarë niveli kemi lëshu këtë debat, a njerëz nuk kanë bukë me hongër këtë vend. Dhe çfarë thash? Kthehemi blejmë 300.000 euro skaner për me skenu elitën tonë politike. Po kjo është turpi që po na ndodh. A është defokusuar opinioni apo opozita? Unë menoj se opozita, fatkeqësisht është opozita e defokusume, nuk ka kërkesa të qarta politike. A jemi të padrejt duke kritiku opozitën pas parasysh raportet që vinë për punën e pushtetit? Një fjali e cila do të me vlejt si postulat. Ne kemi qenë domethënë se edhe si gazetarë dhe si njerëz që kemi opinionet tona dhe krijojmë opinion, do thotë jemi alat natyrshëm me opozitën. Pse kush mirë po ti nuk mundesh domethënë me janë zgjedhë syt njerëzve të pushtetit, sepse ne jemi parimisht në parim njerëz që duhet me kundërshtu dhunën, çdo mjet dhunës, sepse ne po ndërtojmë një demokraci, domethënë, e cila e përjashton format e dhunës, por nuk i përjashton rezistencën civile, format rezistencës një dhunë. Edhe mirë po duhet me pas shumë kreativitet, duhet me pas ide shumë të qarta politike, sepse merrni për shembull vetëm çështjen ose kauzën për cilën lëvizja vetëvendosje dhe opozita bashkuar ka qenë kundër gjykatës speciale. Po që se opozita demokratike, të ishte vërtet demokratike dhe ta kishte vetëm ta përdorte këtë si kauzë vetën, për me vëzu qeverinë, për me vëzu këtë leadership, i cili praktikisht edhe mund tjetë në rretime. Pjesa me amodhe e tyne, në rretime ndërkombëtare, cilët mund të kenë rënë ndesh me zakonet e të luftumit, cilët kenë rënë ndesh me drejtësi ndërkombëtare. Po atë opozita kish mu fuqizu. Mirë po tu e përdorë, tu qenë kundër gjykatës speciale, opozita ka shkatruar vetveten. Sepse po del sikur, në mënyrë metaforike, sikur pembrën kriminal të supozuar. Po del sikur opozita është me njerëzit e fuqishëm, që thonë me njerëz me allti janë këtë vend.
E nuk po del që është me qytetarin normal, me qytetarin i cili praktikisht i ka bot kuptimet krejtësisht tjera, i cili këshyr me mbjetu në këtë fukarallak, i cili këshyr me kriju, me ndërtu jetën e vetë, familjes vetë, me shkollu fëmijët, praktikisht ju është jeni ku ka ro shkolla Kosovës, i cili praktikisht nuk ka pare me blej ilaqet, me përshërimin e smundjeve eventuale, i cili praktikisht nuk ka shëndetësi cilësore, tha drejtori, i cili për ditë ndeshet me lajme dhunës, me lajme për korupcionin, me lajme për krimin organizum, edhe kjo, do më thonë, qytetaria është e zgjume. Mirë po nuk ka leadership që i del për balë edhe i artikulon kërkesat e qytetarisë të Kosovës. Ju për shembull, asociacioni, ose bashkësia komunave me shumicë serbe, është spekulu qatë shumë, ja kanë mush qytetarëve kokën me spekulime. Kanë thonë po bëhet Republikë Srpske kanë Kosovë, me 35.000 serbë në betu në Kosovë, kanë thonë po ndohet teritori Kosovës, kanë thonë 101.000 spekulime, por që nuk kanë mëri me bindë me gjithat me masovizu e levizin e tyne. Por arsye thjesht se okej, bashkësia nuk është për me bon fest. është një problem që i ka ndodhë shtendërtimit në Kosovë. Mirë po, më starojmë se është e domosdoshmëri. Për shkak se është prej bisedimet vjene, se është si kembim për pavarësinë e vendit tonë, me kriju shtetin e pavarur edhe soveran të Kosovës. Pastaj, na jemi sot jemi para 2-3 momenteve shumë interesante, treja. Zotni thotë që është bërë president i vendit. Ai tash po luan letrën e unifikuesit. Ai ka mu kthyr shumë shpejt me tentu me ndërheq punë me opozitën, sepse ai nuk mund me qenë në rolin e presidentit, edhe me marrë lavdata ndoshta edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga qytetarët e Kosovës, nëse nuk ofrohet me opozitën dhe nëse nuk i sheh problemet, kërkesat, agjendat opozitare. Por nëse mirët veç me pushtetin, ose nëse mirët veç me agjendat e pushtetit që shushmo zonja presidente në detyrë ati fete Jajoga. Në anën tjetër, kjo mund shpije edhe deri të ftrofja ose edhe prishja koalicionit me LDK-n, shumë e vërtet. Pastaj me momentin tjetër i ri është zgjedhja përkatësisht e shefit të ri Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Veseli. Që janë temat që mund të ndikojnë ditëve tashme, por aktualisht kanë ndikim, do të reflektohen, edhe është, do më thonë që duket se po fillon, pothuajse është kry sa i përket infrastrukturës ligjore që është ja gjykatës speciale, që të tri çdo momente të reja në një mënyrë ose një tjetër reflektojnë edhe te opozita, dhe opozita bashkume, nëse vazhdon të jetë bashkume, duhet me ditë me shfrytëzu çdo tri momente. Duhet me ditë me shfrytëzu që me shtypur para agjendat e veta, por jo mo me gazlocels, jo mo me rrotullim kamionave, jo mo me këto asociacion edhe demarkacion, por me alternativë të qeverise që me na bind mu e drejtorin në egjin, nashta dhe ty, pse duhet mu bon me ta. Pse duhet me fuqizu, pse duhet me ndihmu opozitës, me bind qytetarin e Kosovës, sepse politika, mbi gjitha është edhe besim. Çka duhet na me... Cila është ajo pika e fortë e opozitës për cilën duhet me i besu? Ne mund t'i besojmë për shembull vetëvendosjes, që në luftën, do më thonë që në raport me korupcionin, nuk kanë qenë asnjëherë në pushtet, edhe janë, do më thonë, vetëm në komunën e Prishtinës, dhe mund të themi që okej, ata do ta luftojnë korupcionin, mirë po janë edhe një çështje tjera, për cilat vetëvendosja, nëse nuk ka alternativë, nxjerr plus problemet mëdha. Sepse një mënyrë, një pjesë e perceptimit qytetar se vetëvendosja po e cenon shtetin, vetë idenë e shtetit pavarur në Kosovës. Prandaj ata duhet që të jenë qartë në këto gjona. Unë para shpresu që fjalimi i fundit i zotit Kurti, kur tha se Kosova është adhevi yni vetëm dhe ne e respektojmë rendin simbolik edhe shtetin, që kjo do duhet që të ishte domosdoshmë pikë kthese tek opozita e Kosovës. Mirë po duket se është edhe vetë në vetëvendosje ka divergjenca dhe po duket që është një konfuzion, çfarë tutje edhe çush me shty
përpara domethënë agjendat e çfarë tutje edhe si të shtyn. Vetëm një fjali e kisha. Tjetra, unë mendoj se shumë më e fuqishme do të jetë dalja prej parlamentit e opozitës, sepse presioni ndërkombëtar kish morrit mbi establishmentin, mbi parlamentin e Kosovës, sepse nuk mundet me funksionu pa opozit, asnjë kuvend, nuk mundet gjatë spaku, dhe kjo kish me detyru pushtetin që me menu se është koha me menu pushteti kosovar për zgjedhjet parakoshme, sepse krizë legitimiteti ka. Në fakt, kjo është, po flasim për idenë e vazhdimit të këtyre taktikave, nominalisht gazet lotësjelës, edhe idenë tjetër që ka opozita ose një pjesë e saj që është një farë dore bojkot ose dorëzimi mandateve ose mos pjesëmarrje fare në kuvend, a pret efekt konkret kësaj puna, e konsideron hap të duhur në këtë kohë? Mendoj që kjo mos pjesëmarrjen në kuvend është një farë lloj uri komunikimi me bashkinë ndërkombëtare sërish për shkakun që mua s'mund ta kritikoj për dhunë. Ky është një shenjë proteste, edhe një shenjë pakënaqësie dhe ai nuk mundet me neglizhu këto. Dhe unë mendoj që prandaj mendoj që qëllimisht ato që thash në fillim e kanë bërë me i kombinu të dyjat në mënyrë që apo do një dhunë, apo do një zgjedhje, domethënë. Dhe kjo prandaj afrohen domethënë tri alternativa. Desha ta përkra atë çfarë tha Halili më përpara. Vërtet, për shembull, qeverisja në Prishtinë vetëvendos ka treguar një kvalitet në krahasim me qeverisjen e mëparshme. Domethënë sepse në mos është ndalë tërësisht, është ngadalcu degradimi më të tjeshëm i qytetit. Nëse do të kishte qenë Isa Mustafa Ala, kryetari i Prishtinës, tash kishim mujt me pa saliterat edhe në për rrugë, se jo po mendoj qysh është ngulfat Prishtina. Edhe këtë vetëvendosje e ka bërë një hap pozitiv, megjithëse jo atë çfarë është pritur. Por ku është rreziku nëse vetëvendosja merr pushtetin? Rreziku është për shembull, shikoni, në mes Prishtinës, për shembull, ka hjek flamurin e Kosovës e ka qit flamurin e Shqipërisë. Çka nëse nesër e merr qeverinë, edhe e hjek flamurin e Kosovës që flamurin e Shqipërisë. Tashna kemi probleme me Serbinë. Ne na shtohet edhe një problem tjetër. Him në telashe me Shqipërinë. Sepse ja pretendon flamurin e simbolet e saj. Him në telashe me bashkinë ndërkombëtare. Prandaj këtë çështje, domethënë kjo është një pasvort edhe për vetëvendosjen për me hin komunikim të matutjeshëm. Ne nuk mundëm, domethënë të pas telashet kryesore me Serbinë, cilën po munohet edhe Amerika, edhe Gjermania, Anglia, Franca, gjithë shtetet më të përparuara të botës me na ndihmu që mi kry këto telashe me Serbinë, na përskthell të i pas këtë punë të rregull me Shqipërinë, do me hi edhe në telashe me Shqipërinë. Prandaj kjo është një rrezik, cilën mundëm më fut, edhe vetëvendosja duhet me garantue, domethënë që ky para se me kërku votën e qytetarëve, me na garantu që nuk na fut në këtë telashe. Me na garantu që nuk na fut në telashe me Shqipërinë. Vazhdimi i situatës aktuale dhe efektet që mund t'i prodhojnë në afat gjatë diskutim teorik është me çka do të kthehemi në studio pas pak. Drejton, po flasim për përçarje të mundshme që nesër mund të jetë vizualisht e vërejtshme të opozitës. Nuk e din se përçarje është termi duhur, dallim në mënyrë të vepruarit ose në taktik politike. Në afat gjatë edhe kjo është diskutim hipotetik edhe teorik. A është pikrisht kjo që duhet në mënyrë që le të themi krejt spektri politik definitivisht të ndahet në dy opsione ose dy fronte. Shpesh e kemi folur që na ka shumë, edhe në shtetet vogla realisht janë dy parti ose dy fronte partish ose dy fronte politike, edhe është ky hapi i parë drejt asaj. Është pak e vështirë me i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Vetëvendosja që nga themelimi i saj ka provu të funksionojë me teorinë na dhe të tjerët. Domethënë na jemi krejtësisht ndryshe, ndërkohë krejt këta të tjerët janë njësoj.
A e shesh këtë diskurs mund të fuqizohet nesër e tutje? Jo, sepse disa kalkulimet të tyre politike më pas, disa lëvizje të tyre, sidomos në kohën e Vlanit, madje duke provu me i marrë me i udhëheqje dhe bisedime, dhe duke pranu t'jenë pjesë tashma edhe e opozitës bashkume që disa njerëz madje i kanë qujtë edhe me epitete më të rana të mundshme dhe tash na ofrohen si alternative zgjidhjes së problemeve. Kjo pak është e lashe me pa në atë kontekst. Dhe unë nuk e shoh si të shkputën, duhet pas edhe mbrana lëvizjeve të vendosje ka shumë njerëz cilët kanë qenë pjesë subjekteve caktuara politike, madje pjesë e keqeverisjes, ndoshta madje struktura të larta udhëheqëse edhe në PDK dhe në gjitha tjerë dhe sot janë pjesë e tyre dhe është vështirë me pa lëvizjen e vetëvendosjes se krejtësisht diçka tjetër në krahasim me të tjerët. Kanë provu diçka, pajtohem parcialisht me zotin Speja ku thotë që disa elemente negative i ka nalë Prishtinë, por megjithatë unë them që shpeshherë politika nuk është për me i nalë disa gjëra të këqija, është për me zhvillu. Për me i nalë, okej, ti mund është ketë ato gjëra që i ki me i depunu në prokurori dhe qatë që përfundon misioni ytë si politikan. Nuk je... Po mundoj që shkanë dhonë LDK-ja pa... Për nezi, na nuk kemi pas ligj për legalizimit më herët, dhe nga momenti që kemi miratu ligjin për legalizimit, ka qenë të lashë më ndërtu dikush pa ligj në Kosovë, por ka qenë koha për një kohë gjatë, është abuzu me atë mundësi dhe kanë abuzu krejt kushdo që ka mujtë këtë vend dhe politika s'ka bëshëm. Tash kemi një ligj për legalizimit dhe tash është kushdo të lashë, kushdo që e merë nesër Prishtinën me vendos standarde çfarë kemi pas më herët. Nuk kanë mujtë. Por megjithatë unë mendoj që ti kur ta merr me qeverisë një vend, e merr për me zhvillu. Jo për me stagnu, për me nalë, me dhe unë e nalë që tu dhe tash të keq ako mujtën e kjo me ba. Dhe unë këtë trend të zhvillimit se kam pa në Prishtinë. Por megjithatë e them, në kontekstin e disa elemente tjera si kemi provu. A janë të korruptuar, të pa korruptuar, në mënyra se si ata mujnë me qeverisë, nuk i kemi provu dhe përderisa këta nuk e kanë qatë tagër, qatë peshë ranë që mund është me akuzu sot. Mund është me thonë që këta janë të pa provu, me Prishtinën nuk janë storje shumë e mirë e suksesit, po provojnë me bërë diçka, megjithatë ju kam jetë 2 vjetë, sepse unë jetojmë në një lagje ku 1.3 km rrugë që 3 vjet, a që 2 vjet, so është punë me o kry. Nëse 1.3 km rrugë nuk shtrohet për 2 vjet, unë s'di si mund tjetë zhvillimi ndryshe. Megjithatë po konsideroj që ka qenë faza e parë, e kanë marrë si të pa përvojë, janë rru shumë drejtora mrena vetë komunës, po mendoj që ndoshta me konsolidimin e tyre të mbrëmshëm nesër mundën edhe me ardhë situata edhe me qeverisë. Por a kemi ardhur në situatën ku në Kosovë mund të kemi 2 bloqe dhe themi që po shkojmë të ravizu kështu duke thënë që të majtët dhe të djathët, unë mendoj që akoma jo, nuk e kemi këtë mentalitet në politikë sidomos, madje as shoqëni që me ditë me menu si majtë dhe me ditë me menu si djathë dhe në bazë të politikave të tilla ti nesër me vendos. Megjithatë unë e them shpeshherë që edhe në vendet të cilët kanë demokracitë konsolidune, hendeku mes të majtës dhe të djathtës tashmë po relativizohet, sikur po ka një shkputje, them kontekstin asaj që ka një herë ndodhë që edhe ata cilët kanë ideologji djathtë të marrin nga politikat e majta, sepse sikur janë në proces të evoluimit edhe të vetë mbrëmshëm, sepse nevojat e njerëzve cilët ata po qeverisin sikur po evoluojnë. Megjithatë, a mund të jetë eventualisht nëse kjo opozitë e bashkuar, nëse eventualisht nesër pas nesër mund të ketë një çare, ose unë mendoj që është e dëmshme për Kosovën. Nuk ka më keq se të shohësh ti një formë të qeverisës që ndryshën teoritë politike nifet si partitokraci, kur 2 parti më të mëdha e bën bashkë. Aty vërtet është vështirë me folë për demokraci të mirëfillt, sepse 2 parti më të mëdha e bën bashkë, kanë numra, mund të kalojnë gjithçka. Dhe nëse edhe këtë opozitë të fragmentarizuar mund ta shohmi edhe më të përçarë, duke ditë në që kanë divergjenca të mëdha, atëherë kjo është e keqe mendoj për demokracinë, nuk është e shëndetshme. Nuk është e mirë për neve, sepse më pas sikur mund të rritë, të them kushtimisht, arroganca se si qeverisët veni, mënyra se si menaxhohen institucionet e pavarura, ndërmarrjet publike kështu me radhë, sepse s'ka kush ja prish atyne. Aq më keq kur ne kishim gjatë këtij kësaj kohe kishim një pozicionim të qartë të krejt faktorit ndërkombëtar në favor të qeverisë. Ne shihnim protestë opozitës me gazolocjal, dilte ambasadori amerikan thoshte e përgëzoi policinë për punën që po e bën. Dhe ne në fakt kjo ka qenë po them gabimi më i madh strategjik dhe është i pafalshëm i liderëve të opozitës që kanë leju një konfrontim me bashkësinë ndërkombëtare duke ditë sa të dopt janë, sepse ti kur je i dopt në kontekstin e numrave dhe provon me dëmtu qeverisën ose me i dhonë shprehjes t'i veni, ti duhesh gjesh ku janë e ku janë aleat të cilët
edhe madje edhe në publik, për gjetë aleat që të shtysh proceset e tua përpara në mënyrë që ta vështirësosh formën e qeverisjes. Por ja zgjedh formën e konfrontimit, madje duke dalë, kam thonë disa herë, me ide etnonacionaliste ose se unë ka njëherë thëmë, ndoshta kur mungojnë alternativat konkrete të qeverisjes, shpiken projekcionet e mëdhaja, bashkimi, flamuri, adin këto. Po dhem, kur ishia disa mënyra si protestoj, si valvite flamuri, ose qase ndaj shtetit Kosovës dhe ndaj institucionet të Kosovës, po menoj që dikush ka gabu ranë në rrugën e tij të bëmit politikë. Tash, mënyra se si kanë evolu partit në Kosovë, kjo që po thot Dritoni, vërtet duket luks të kërkohet që të pozicionohen si të majta ose djathta, për shkak se partit deklarativisht djathta janë zhndruar të majta brenda natës ose kundërta. Kështu që nëse flasim për dy fronte politike, ajo që mënyra se si duhet drejtu pyetjen është, a është mundësinë që kjo eventualisht rezultoj me jo ndarje të bllokut majta dhe djathtë, po të bllokut vetëvendosje dhe të tjerët? Objektivisht po, në Kosovë kemi spektrin, domethënë, që e quajnë veten e djathtë, që janë që të gjitha partitë e regjistrume në KQZ, dhe vetëvendosja është e vetmume, sepse zoti Haradinaj me Alonzën për ardhmërinë e Kosovës ka qeverisë me një parti që e quajnë veten djathtë, që është LDK-ja. Po ata dhe deklaron djathtë. Po patjetër, janë deklaruar. Po edhe zoti Limaj, domethënë, ka qenë ministër i Partisë Demokratike të Kosovës, që po ashtu u reshtu me të djathtën, me qendrën e djathtën në këtë rast. Dhe vetëvendosja ka po të kuptime të qarta, bile jo socialdemokratë, sepse socialdemokracinë do duhet ta mbështesim ne, sidomos popujt, njerëz të varfër që janë domethënë, ne jemi popull ndërmat varfrit, ndoshta që shkojmë në Evropë padyshim, domethënë që rallit dikun me Moldavinë ose Tajikistanin atje, me varfëni. Dhe këtu Kosovë si vjen një socialdemokraci gjithçysh, por vetëvendosja ka njëherë domethënë shkon ka e majta ekstreme. Dhe në këtë rast mundohet me bëni farë kombinimit çuditshëm me nacionalizmin. Nacionalizmi është produkti djathtës, produkti borgjezisë djathtë. Nuk ka lidhje nacionalizmi me të majtën, po të shqiptarët, fatkeqësisht, bëhet flamurin e nacionalizmit shqiptarë mojnë të majtit. Partia e punës e Enver Hoxhës, tash vetëvendosja në Kosovë, domethënë edhe bën një farë kombinimi të çuditshëm, një farë social komunizmi, një farë konglomerati i cili nuk funksionon. Nuk funksionon në botën e re, domethënë ku ti praktikisht edhe shtet kanë drejtu, kanë bën perëndimi, domethënë ka bën shtetet që kanë qeverisje djathtë. Okej, në Evropë domethënë ka disa shtete që qeverisen nga e majta, apo është socialdemokraci e cila dallimi sot midis të majtës dhe djathtës. Në Evropë pothuajse nuk ekziston, sepse shteti modern është ai i cili i balancon domethënë të majtën me djathtën. Dhe në këtë situatë unë nuk shoh që ka vetëvendosja domethënë që ka ide të qarta. Herë shkojnë në mbështetje të revolucionit, që është ekstrem i majt, mund me thonë edhe maoizëm, herë dolin domethënë pak e balancojnë vetveten edhe i thonë që jemi socialdemokraci, sidomos njerëzit që janë më të mëshëm në vetëvendosje, e dinë që me ekstremizëm domethënë nuk mund të shkohet përpara, mirë po militantët fatkeqësisht i kanë kryesisht nacionalistë majt. Është shumë e çuditshme kjo, dhe është e rrezikshme madje për një shoqëni. Po militantëve rezon nuk pritet, mirë po në momentin që po thu vetëvendosja. Mirë po ti mundesh vetëvendosja domethënë ka mënyrën e organizimit e ka që mund me ndiku me influencu militantët. Domethënë sepse këta kanë kontakte, kanë tueza, kanë debate brenda llojit. Domethënë dhe mund me influencu që me legjitimen që më ju thon pak a shumë kushtimisht, po them në një metaforike me ul pushk, me ul larm, sepse shoqënia e brisht, shoqënia që ka shumë fukarallak, mund me pu vetë situatë mu shpërbon. Domethënë se po na shpërbon para syve tonë shoqëni më të tabluar me shekuj, me sezone. Në anën tjetër këto që i foli drejtori i bashkimi i PDK-s me LDK-n, është i ka sjell dëm me Kosovën. Dhe këto domethënë se LDK-ja paraqet si veten si institucionaliste, gjë që tash zoti thotë që edhe partia e tij
sepse ka qenë deri djeli, deri soj, e quin vetën, jo, ne jemi institucionaliste, sepse ata janë bazë speran bujes, e bazë shpolljes pavarësisë, ku ta diune, por kjo është, adi pse e ka domtu Kosovën, por merrni me mend çka kish me ndodhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mu bën republikan bashkë me demokrat. Kish mu shkatruar Amerika. S'po ku demokracia amerikane kish mu shkatruar domosdoshmë. Vështirë ka me i po Donald Trumpin edhe Jo, po janë edhe Bernie Sanders bashkë. Gjonat pa bashkueshme domosdoshmë, një bën bashkë veç për hir të pushtetit personal. E jo me ndërtu ose me fuqizu shtetin e Kosovës. Dhe një të fundit duhet me përmend problemin e qësh me dalë për krize, sepse shumë pak ka ide edhe nga opozita po shkon tu radikalizu. Kjo është pyetja $1 milion që Halil urdhnë. Ama duhet me pas zonë racional edhe nga una pushtetit edhe nga una opozite, sepse mas se cile luft, dikush ndërhyn edhe ju palët në bisedi, me ju ato fiset në Afganistan, ose në Irak, ose në gjitha shoqëritë që kanë organizim tribal. Sigurisht, edhe mas çdo konflikti ti s'ki qare, pa unë me bisedu me kundërshtarin ton politik, ose me rivalin, dash zoti që Kosova mos me pas konflikte tilla asnjëherë në histori, por ti herë do kudo, masive që din që ki mull, mirë është tash ka ide, për shembull unë e pata thonë që duhet me u kanë mirë me thirr Ahtisarin, po se panon vetvendosja për shkak të koncepteve tyne ideologjike, domethënë edhe kundërshtimi tyne ndaj pakos Ahtisarit që ishin pajtu me ty. Që realisht në ka bo shtet, okej? Mirë po që për shembull ideja ambasadores gjermane ishte që mund ndërtu një komision, domethënë cilin kish me ndërtu ose kryetari i shtetit ose kryeministri, me ndërkombëtar, me ndërmjetësues fuqishëm ndërkombëtar, edhe me ul pol në dialog, sepse dy sa ne i di, nëse nuk di shumë. Nuk mohet pushteti me polici, që po pretendon Isa Mustafa edhe Hashim Thaçi, le ta harrojnë, por nuk fitohet pushteti me dhunë që po pretendon Albin Kurti. Që është në fakt në fund të emisionit ose në pjesën e fundit puna e komisionit, puna e ndërmjetësuesit ndërkombëtar, një farë arbitrazhi ose varësisht se si do ta emërojmë, a është këto si rrugdalje, a e shef si ndërkombëtar domosdoshmërisht edhe nëse funksionalizohet ky komision, kë e sheh pjesëmarrës ose kush do të ishte pali interesit për ta tejkaluar konfliktin? Jo, mendoj që një gjë e tillë është e nevojshme, dialogu natyrisht gjithmonë është i nevojshëm, se çdo luftë përfundon me një dialog. Merë është tash konflikt edhe luftë na s'kemi pas, civile po konflikt politik, një konflikt politik, se luftë quhet kur bën luftë dy kombe mes vete. Po një konflikti politik, domethënë që është ashiqare, duhet të përfundojmë një marrëveshje. Duhet ose të paktën disa situata duhet të zgjidhen. Është të pritshme që para zgjedhjes së presidentit, domethënë ka pas konflikti ka qenë në kulminacionin e vetë, për shkakun që zgjedhja se mos zgjedhja e presidentit ka caktuar e përsi në negociatat e ardhshme. Tani PDK-ja, domethënë duke pasur të zgjedhur Hashim Thaçin president, ka shumë atë tepër përparësi se që do të kishte nëse nuk do të arrije të zgjedhë presidentin. Po, kishëm shku në zgjedhje, domethënë zgjedhjet kishin në opozita nuk kishin mu negocu më kushte për zgjedhje. Tash pushteti ka komoditetin që mirë po shkojmë zgjedhje, po bëjmë përqesim këtë kusht ose atë kusht dhe natyrisht tash duhen ndërmjetësime. Kush do të mund të ishte? Këtu sigurisht që pjesë ambasadat e Kvintit domethënë që në më afër, sepse nuk do të me pretendu që më marrë me neve State Departamenti. Jemi shumë vend i vogël që me problemet tona me himonë. Të zakonisht më thonë merën ambasadorët që janë caktuar të Kvintit janë që merën me problemet Kosovës. Madje gabimet e tyre edhe të metat ose aftësitë e tyre personale ndikojnë edhe në suksesin ose mos suksesin e Kosovës, fatkeqësisht. Edhe ne duhet të gëzohemi që se na vjen një ambasador i aftë, ose duhet të mërzitemi që se na vjen një ambasador i paftë. Ne kemi pasur rastin, domethënë, nëse do ta studiojmë historinë e Kosovës në këto 15 vjet e fundit, shohim se
pjesë e suksesë ose më suksesë është edhe aftësia tyre që i kanë deleguar, sepse përgjithsisht për shteteve tyre, për qeveritive në tyre, drejtohet politika në vije të trasha, kurse ata të cilët i menaxhojnë situatat konkrete këtu brenda nesh janë kryesisht ambasadorët. Sa smerët Barack Obama me neve, 2 milion, se i ka 8 miliard njerëz më morë me ta, jo 2 milion kosovarë, sa të që më na pas për qefi, pëmdoj. Kështu që ne duhet presim që, por edhe ata natyrisht duhet që të krijojnë edhe tash e kanë komoditetin, sepse nuk kanë një agjendë çështja e gjykatës speciale më nuk është në dorë të Kosovës, domthonë ata janë dorë të lirë, sa përket tash mund me bëj dhe zgjedhjen Kosovë mund me bëj dhe domthonë kanë komoditetin për me negocue gjërat të cilat është interesuar njëra palës e tjetër. Në anën tjetër, edhe vetë presidenti sapo zgjedhur nuk e ka koalicionin me LDK-n domosdoshëm. Nesër, ai edhe në qoftë se merr opozita mundet me pushtetin, prapë se prapë ka një pozicion komod, duke qenë president i vendit, po edhe në qoftë se eventualisht mund të aprish po më dojë PDK-ja bën koalicion me dikën prej opozitës, ose me kretë opozitën e tanishme, LDK-ja nuk mundet më këthyje, Isa Mustafa me thonë se njohën presidentin. Ajo është, ajo është punë e krym. Ajo që ka intereson Hashim Thaqi tash është me fitu legitimitetin e opozitës. Se LDK-s mo e ka, mundet me shkel në fyt, mo LDK-n edhe LDK-ja mos mundet më këthyje me muhu ati legitimitet. Bëdo më thonë, zgjidhja është sigurisht në një trez dialogu, e cila dialogu për zgjedhje. Ska tjetër, do më thonë, sepse gjëja parë e ka përmend të edhe Ramush Haradinaj, mendoj që me plot të drejtë. Duhet të mësohen që qeveria cila shkel dikun, këtë rast qeveria ka shkel, duke bërë tentim shkelit kushtetutës me rastin e asociacionit, duke bërë gabime tjera, që nuk do të akzoj mandatin dhe në fund. Kjo duhet tjetë presedant edhe mësim për qeverit e tjera, që në rastin nuk i përmbahen premtimeve të cilat japin në fillim mandati nuk do me thonë që t'ju shkoj deri në fund, por mund t'ju ndërpritet. Edhe kjo është në fakt ideja e pyetjes kush do duhet të negocionte për shkak se nuk është e njëjta pozitë sikur kryetari i PDK-s, partisë më të madhe në shtet, tjetë Zavendës kryeministër, sikur tjetë presidenti i shtetit, edhe pse tashmë i dorëhequr, mirë po ndron konstellacioni i forcave. Lart kështu, unë mendoj që nga vendosja e administratës ndërkombëtare në Kosovë, skena jonë politike sikur pat një qasje të subordinimit maksimal ndaj faktorit ndërkombëtar në Kosovë. Dhe pëthuaj se krejt e lashët që ne i kemi pas spektër politik, sa herë se mi marrë vesh tjetër kush ne ka zgjidh. Ma du në mbaj mend edhe në rastin kur kishëm të lashe me zgjidh rektorin e Universitetit Prishtinës, pa të intervenu zyrën ndërkombëtare. Nëse përja ashtu që ndërhym prap ka të lashe. Që mund ndodhë përsëri. Dhe kjo sikur ka qenë një kulturë e keqe se si ne kemi perceptu politikën dhe veprimin politik në Kosovë. Në dy rastet kur ndërkombëtarët vendosën mos me u përzi, them kështu drejt për drejt, ne 6 muaj e lëm vendin krizë. Në vitin 2014, po mos të ishte involvimi madh së fundmi ndërkombëtarëve, ne nuk arrini me i konstituu institucionet. Kem të shku në zgjedhje edhe një herë, pa ditë më pas me dalë prej atij cikli të zgjedhjeve dhe të mos gatishmërisë tonë, mos aftësisë tonë për me konstituu institucione. Dhe tash të fundmi, përsëri kemi një farë tërheqje të kujdesshme ose deklarimet të cilat ipen kështu sikur blanko në përkraje ose por pa ofru alternativa të zgjidhjes së situatës. Dhe tash ndoshta kjo është e shëndetshme në kontekstin asaj që ne duhet të pjekemi ose them të piqemi si politikë dhe si shoqëni që ky vend është i ynë dhe këto probleme duhet i marrim ne në dorë tona dhe ne duhet japim zgjidhje. Por duket që edhe për një kohë këtë s'u do ta bëjmë. Prandaj, unë po e shoh, përkundër që tash kemi një polarizim, me qenë se kemi një polarizim të skajshëm të shoqënisë, pavarësisht si mund të jetë fati i opozitës bashkuar, unë mendoj që nuk është as favorin e vetë kësaj qeverie që me qeverisë
sikur s'po ndodh asgjë. Kosovë nuk është situata e mirë, ka polarizim të skajshëm dhe nuk është besimi i plot edhe në qeverinë dhe kushdo që sot menaxhon me institucione du ta di që nuk është njësoj sikur para disa muajve ose para disa viteve. Dhe në këtë kontekst, edhe në kulturën tonë, se si ndodh, ne kur kemi të lashe dy familje, gjithmonë vjen një dikush i treti dhe në animon me i gjithë zgjidhje. Duket imperative involvimi dikuj tjetër. Unë kam menuar që këtë involvim kemi me e pas ma herët. Por, po e shoh të patjetërsueshëm edhe në kontekstin e asaj që ne kemi me u ballafaqu me sfidat mëdha siç është gjykata speciale. Pasoja që mund të sjellë vendimi i gjykatës speciale, eventualisht ngritja e këtyre akuzave ndaj personalitetit caktuar në Kosovë, patjetër them, kërkon një stabilitet institucional dhe një konsensus shoqëror për te institucioneve. Nëse sulmohen nëse atakohen bartësit institucioneve kryesore të shtetit, që mund tjetë presidenti i vendit, e kështu me radhë, këtu duhet hoxha me pas një stabilitet politik dhe një konsensus të brendshëm shoqëror për me kalu këtë krizë, këtë sfidë që është prej sfida më serioze. Zoti Matoshi po thotë nuk është Ahtisari, nështë nga vetëvendosja, po si përkrohen. Po pse të mos jetë për shembull Christopher Hill, ose pse të mos jetë Madeleine Albright? Të vinë edhe njëherë së paku të ndërmjetësojnë që të ullën, se ne jem të e pasi të lashën ma serioze që është me i pru më ullë, jo se çfarë oferta më pas ata mund të ofrojnë. Kam thonë edhe njerë tjetër, duket sikur është e pamundër më të mendohet që 2018 janë zgjedhjet si të mundshme, por gjithashtu duket e pamundur 45 ditë si tjetë më. Domthonë të dy këto janë të pamundura në këtë kontekstin që ne sot po i shohim ngjarjet. Prandaj, një datë para 2018-s dhe një datë pas 45 ditësh është e nevojshme. A do të jetë kjo funi i këtij viti, pranvera apo vera viti tashëm, po duhet më ul me diskutu për këtë. Edhe me një opozitë fragmentarizume, edhe nëse eventualisht ata nesër vendosin që mos me qenë tash tutje bashkë. Hipotetikisht po them, se mund të vazhdojnë të jenë bashkë. Nuk i duhet kësaj qeverie me vazhdu me sikur s'po ndodh asgjë, sepse edhe si të ndam ata, shoqënia është polarizuar te skajshëm saqë mendoj një stabilitet për te institucioneve ka nevojë ky vend. Kjo që unë me qenë se po përmend Ahtisari shpesh, unë mendoj që Ahtisari është i keq kuptuar. Pak vete në Kosovë që e kanë kuptuar Ahtisarin. Ahtisari është kushtetuta e Kaçanikut e përkthyer me pi gjuhës komuniste, titiste, kardeliste, enveriste në gjuhën perëndimore anglosaksone. Të duhet ta kuptojnë qytetarët e Kosovës. Nuk është Ahtisari ai që ka dëmtuar që nuk është interpretimi i keq, po nuk është temë sot. Po jo, vetëm këto tas si kanë vështrim, si kanë vështrim. Këto vlen me bëni temë një debat posaçëm për këto, edhe kisha më shumë dëshirë me marr pjesë me po ashtu ajo opsion. E di, po mendoj shfaqje kanë vështrimin tënd rreth fuqisë ose idesë ose ndikimit që mund ta ketë një komision nga jashtë. Mirë, po a priori ka kontestime, rezerva edhe mohim të mundësisë për me marrë pjesë në çfarëdo komisioni dhe çfarëdo negociata. S'paku nga një prej subjekteve opozitore. Vetëm vetëvendosja do thotë po kam gul, mirë po secila pol në një konflikt politik ose çfarë do të qoftë, fillimisht i ka qëndrimet shumë tashpa, po fillon vetë procesi ku fillojnë me moderu, me u zbut qëndrimet, sepse e shohin që duhet me i dhonë zgjidhje vendit. Sepse që ky Republika e Kosovës ku na po jetojmë, është edhe adrevi i qytetëve njerëzve që janë në konflikt. Jo veç i juani ose i qytetarëve të Kosovës, por edhe ata duhet ta përjetojnë si adre dhe vetë. Ata janë Kosovë. Se edhe ata janë Kosovë. Mirë po, duke qenë se dhuna strukturore e pushtetit ka qenë e gjatë, po thuj se tërë pas luftën kanë sundu, po thonë me qëllim sundim, njerëz e fuqishëm që kanë mbledhur shumë pushtet të pakontrollueshëm, rreth vetes, shumë parë, edhe shumë militant. Por nuk është vendosur asnjëherë drejtësia, asnjë lloj drejtësie, as drejtësia do të thotë faktike si sistem juridik, po as drejtësia sociale. Dhe në këtë dhunë strukturore, opozita do me thonë nuk duhet që na me i qepu sa të mujmë vetëm opozitës pse ka përdorur në gazin lotësjellës, edhe pse po morëm vesh që ne jemi kundër çdo metode të dhunshme. Mirë po, opozita tash definitivisht duhet me paraqit
alternativë qeverise. Këto që e tha drejtori, qoftë me ndërtu një qeveri nije, qoftë një qeveri për qeverisje të mirë, ose çka do qoftë, diçka të ngjashme, dhe me bind qytetorin që ata kanë seriozisht ndërtimin e një republike moderne, dhe me definitivisht politik bësit e vendit tonë duhet me ditë një fakt. Uniteti për çështjet vitale kombëtare të shtetit, të Republikës Kosovës, është i domosdoshëm, sepse uniteti ndërtohet prej diversitetit politik. Opozit, dhe ndërton një unitet në qoftë për kufit, qoftë për lirinë e Kosovës, liria e Kosovës është e panegociueshme, s'guxon me cenu kërkush. Prandaj, diskursi i shfaqur kohëve të fundit ndërmjet disa oponentëve, rivalëve gjatë luftës ose edhe tash, është shumë i rrezikshëm. Madje kisha me thonë që është rreziku numër 1 aktualisht për Kosovën. Dhe e tha drejtori, po duhet po ja fuqizoj mendimin, nuk goditet pushteti në letrën më të fortë që o dialogu me Serbinë, sepse dialogu me Serbinë është në interes të madh, të fuqishëm Kosovës, se për herë të parë Republika e Kosovës bisedon me armikun shekullor të vetin, me intermediatorë që është Bashkimi Evropian, ku na sunojmë si shoqëri, si shtet modern, të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Bile na do dojmë me festu mundësin që për herë të parë me ullë me shtetin që s'ka bon hesop. Jo veç si entitet, pa si njeri s'ka bon hesop, ti sot je i barabar edhe kontestuet. Kjo është për mu gabim që po e bon, që po vazhdon kontinuitet të boj opozita kosovare. Edhe pse ata kanë çështje parimore, pse e kundërshtojnë këtë formë të dialogut, që po ashtu është temë nëse nesër do të kemi ndryshim të taktikës politike të opozitës. Kjo është një prej temave se është paralemruar për ora 10, dhe nëse në fakt herë do të merret vesh nëse dilema e shtruar në emision nga ana e zotërisë Pajut, nëse kjo përçarje është e simuluar apo në fakt është ka diçka reale, edhe mënyra se si opozita do të vazhdojë të veprojë nesër, tutje do të pasqyrojë një fragmentalizim në qëndrimet e saj. Ajo që u tha në emision po ashtu është që pavarësisht taktikës së të vepruarit, edhe pavarësisht nëse ka dallime në mjete me të cilat planifikojnë ta kundërshtojnë punën e kuvendit, qoftë gazilocjellës, qoftë bojkoti ose dorëzimi i mandateve ose mos pjesëmarrja në mbledhje, ajo për çka opozita ka nevojë vitale është një ripozicionim, edhe një qartësim, edhe një prezantim më i fuqishëm i alternativës përtej kundërshtimit me mjete direkte, demokratike ose jo. Përgjatë tërë emisionit u morën me opozitën edhe sonte, dhe mediat edhe shoqëria civile po vazhdojnë të merren më shumë, dhe kjo u tha për shkak se opozitën e kanë më të afërt edhe kanë standarde më të larta në krahasim me ato që i kanë ndaj pushtetit, cilin e kritikojnë edhe ashtu. Duke falendëruar në Xhmetin Spahijun dhe Halilin e drejtonin nga të përhershmit, këtu e shlemëroj klikun për sonte, ne shihemi nesër, do të merremi me kuptohet atë që ndodh në seancë. Mirupafshim.